Të falemi Maria, mirë plot, sot e me ty e bekuar jemi të që ta gratë, e bekur fruti i barkut të Jezus. Të fatin që në qirë shëtën të zemët, armën të mejtë, u banë dhe se e të si në qirë shëtë, u këndonë të të qirë në zemës, e në Në mentantit e birit e shpirtit shenjt. Hiri Zotit ton Jezu Krishtit, dashuria e hyut dhe bashkimi i shpirtit shenjt, qoftë me ju të gjithë. Vllazën e motran, sot po fillojmë kohën e kreshëmve me ditën e të mërkurës prehime. Edhe në lutjen e parë, Zoti na tregon se ka kishte më dashur me marrë parasysh, me ba gjatë kësaj kohet 40 ditore deri për të kremten e Pashkëve. Atë Zotit i thomë, du me dalë nga lënyes gjatë kësaj kohet. Du me dalë fitimtar gjatë kësaj kohet. Çka do të me fitua? Me kënë fitimtar të anve në pëlqenë. Por duhet me kënë fitimtar në të gjana që është me të vërtet jetësore. Edhe i thomë Zotit, të dalim nga lënyes në luftim kundër shpirtit keqes. Do me thonë, mos në mbizotroje keqja, por ti jem na që mbizotroj mbi të keqen e dalim fitimtar. Kjo është çka në pret. Kjo është çka duhet me ba gjatë kësaj kohet. Ti kërkojmë Zotit falje për të këqia që i kemë banë, e t'ja rifilojmë në emrin të hyut. Por fehem para Amen.
Hy I gjithëpushtetshëm pas të mëshirë për ne. Na I falë të mëkatet tona, dhe na përcjell në jetën e pasosëm. Të lutemi. Baju Zot ta fillojmë me agjërimet e shejta, ullën e kthimit të vërtet. Kështu që me armët e pëndes të dalim nga lënyes në luftim kundër shpirtit skeqes, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin tan, që me ty jeton në mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy për të gjithë shekujt e shekujve. Lexim prej librit të Joelit profet. Kështu thot Zoti, qysh tash kthehuni me zis zemër ka hun, me agjërim, me vaj e dënesje. Shqyeni zemrat e jo petkat. Kthehuni ka Zoti hyj juaj, sepse është I butë dhe I mëshirshëm, I durueshëm e shumë I dhëmshëm. Ndjen keqardhje për fatkeqësi. Kush e di, ndoshta kthehet dhe fal, e lë pas vetës ndoshta bekimin. Fli dhe kush të Zotit hyjt tuaj. Bini boris në Sion, shenjtrohuni me agjërim, shpalleni një mbledhje të shenjtë. Bashkojeni popullin, shenjtrojeni mbledhjen, mblidhni pleqt, mblidhni të vezlit e foshnjat për gjiri, dhe të dalë dhëndri nga dhoma e vet, le të dalë nusja nga oda e vet. Ndërmjet termes dhe lterit, le të çajnë priftrint, shërptoret e Zotit e le të thonë, falë o Zot popullin tënd, mos lejo të turpërohet prona jote e të sundojnë mbi të paganet. Përse të thuhet ndër pagan? Ku është tash hyji I tyre? Ju dhimbë Zotit toka e vet, e fali popullin e vet. Fjala është e Zotit. Ki mëshirë për mua, o hy, si pas mëshirës sate, pash mirësinë tënde dëshlyej mëkatin tim, më laj krejtësisht prej mëkatit tim, e më pastro prej fajit tim. Sepse e pranoj paullësinë time, mëkatin tim për herë kam parasysh. Ty, vetëm ty të kam rënë në faj dhe kam bërë që shkeq para teje. Krijoje në mua, o hy, zemrën e pastër, përtri në mua një shpirt të qëndrueshëm. Mos më flak larg fytyrës sate, mos e hiq prej meje shpirtin tënd të shenjtë.
Ma kthe gëzimin e shpëtimit tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. Zhdrivilloj o Zot buzët e mia dhe goja ime do ta shpall lavdin tënde. Lexim prej letrës së dytë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vëllezër, jemi përfaqësuesit e Krishtit. Hyi ju çorton përmes nesh. Ju përbejmë në emër të Krishtit, pajtohuni me hyin, atë që kur nuk bëri mëkat. Hyi që na e bëri mëkat, në mënyrë që në të ne të bëhemi drejtësi e hyjit. Mbasi jemi bashkëpunëtor me të, ne ju çortojmë, mos e lini pa fryt hyrin, që moret prej hyjit. A i thot, në kohë të voliqme të vështrova, në ditë të shpëtimit të ndihmova. Ja pra, tani koha e voliqme, ja pra, dita e shpëtimit. Fjala e Zotit. Sot mos e bëni zemrën tuaj gur, por dëgjojeni zërin e Zotit. Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Mateut. Në atë kohë Jezusi u tha nxënësve të vet: "E ruajuni se i bani veprat e mira tuaja në sy të njerëzve për t'u parë prej tyne. Përndryshe nuk do të keni farë shpërblimi të Ati juaj që është në qiell. Prandaj kur të ndashë mosh, mos i bjeboris para vetes, sikur se bajnë shtira cakt në sinagoga le në rrugë të male, për të qenë nderuar prej njerëzve. Për të vërtet po ju them, u ndan me atë shpërblim. Ndërsa ti, kur të bash mosh, mos të dije majta që ka bane djathta, që lëmosha jote të jetë e fshehtë. E Ati yt, që e sheh në fshehtësi, do të shpërblej. Kur thoni urat, mos bani si shtirat sakt, cilve u pëlqen të luten në kam, në sinagoga dhe në sheshet rrugve, që t'i shohin njerëzit. Për një mend, po ju them, u ndan veç me atë shpërblim, ndërsa ti, kur të lutesh, hyn lomën tënde, mbylle pas vetes derën e lutju Atit që është në fshehtësi, e Ati yt që sheh në fshehtësi do ta shpërblej. Edhe kur të gjëroni, mos u mbrolni por si shtirat sakt të cilët marrin një hije të rëndë në fytyrë për t'u treguar njerëzve se agjërojnë. Për një mend po ju them, u ndan veç me atë shpërblim. Ti përkundrazi, kur të agjërosh, pereroje kryet tënde le laje fytyrën tënde, që të mos e vënë re njerëzit se po agjëron. Por Ati që është në fshehtësi, Ati që sheh në fshehtësi, do të shpërblej. Fjala e Zotit. Vllazën e motra, sot këtë mërkure që e quajmë mërkurja e përhime,
e qurim të tillë pse pas pak kur të përfundojmë me shpjegimin e fjalës së Zotit do të përdorim hinin, do të hellim mbi krye të çdo njanit për me kujtua një gjë të rëndësishme. Jo pse është e rëndësishme përhimja, në vetvete nuk është shumë e rëndësishme, edhe pse kur i bajmë këto rite në kish si që është përhimja, që vetveti nuk është e rëndësishme, por është vetëm një simbol për me tregu diçka. Kur e bajmë përhimjen, rregullisht vinë gjithë njerëzit që janë në kish, një pas tjetrit. Për shembull, kur e marrim kungimin, vinë shumë, por nuk vinë gjithë. Vinë ata që besojnë se janë të marrë Krishtin në zemër, ose vinë ata që janë të gatshëm me u toku me Zotin e le të marrë kungimin. Kur është mërkure përhime, të gjithë ju pëlqen me ardhë me marrë përhimjen. Nuk është një rit magjik, nuk nol kur gja. Pse të bajmë përhimjen, s'ka me nol kur gja në jetën tonë. Është vetëm një gjest i jashtëm të diçka që tregon diçka që është shumë më e thellë. Atëherë ne kemi dëgjuar Ungjillin e në Ungjillin janë thënë gjanat si duhet me i ba për me ba kjo ditë e rëndësishme, edhe përhimja e rëndësishme. Por të fillu prej një gjaje që për cilën duhet mu vetëdijsua. Njëherë, kur gjoni para si Jezusit, po pregadit të njerëzit për ardhjen e tij, pra po bante një punë të madhe pse i pregadit të zemrat e njerëzve. Edhe një ditë e pa Jezusin tu kaluar para tij, e tha me zat në alt, ja qenë gjihyut, që ka një kuptim shumë të madh, domethënë ai që do të flijohet për ne, për mëkatet tona, që do në japin lirinë e vërtet, e do të bëhen në njerëz të lirë. Atër disa prej nxënësve të tij, se ai kishte disa nxënës, ja dëgjuan këtë fjalë dhe shkuan pas Jezusit. Të pa Jezusit janë të jarë. Disa persona mrapa u kthye drejt tyne, ju thanë, po ç'a kërkoni? E kjo është një pyetje e madhe. Edhe na sot që fillojmë kohën e kreshëmve, kohën e shajt, pa një kohë të volitshme, ndoshta gjaja e parë pyetja e parë që duhet me bëjmë vetes është, mirë, ç'a kërkojmë na prej kësaj kohet që do zgjas 40 ditë. Atëherë, çka mund të kërkojmë? Vetvetiut mund të kërkojmë vetveten. Vim në kish, vim para Zotit, por kërkojmë vetveten. Por pyetja mund të jetë, a du me kërku vetveten gjatë kësaj kohet, apo du me kërku Zotin? Nuk është e njëjta gjë. Ka dallim shumë të madh. Pse tu kërku vetveten, a tu kërku Zotin, praktikisht janë dy rrugë, janë dy qëllime që duhem më rrinë. E është shumë e rëndësishme sa çka duhem më rrinë. A duhem me kërkua gjatë kësaj kohet dëshirat e mia, me i plotësua dëshirat e mia, apo dëshirën e atij që e ka krijuar jetën tënde? Na aty i thon Zotit, u baf vullnesa jote, me fjalë tjera, u baf to Zot dëshira jote në jetën tënde. Po, edhe pse jemi tanë besimtare, vim para Zotit, din me nolë që kërkojmë ma shumë çka dëshojmë na, se çka dëshon Zoti. Ose, a jem të njek vetëm gjana që kalojnë, e realisht edhe prej Zotit kërkojmë gjana që kalojnë, apo jem të kërkua atë që nuk kalon kur, e që është vetëm Zoti. Pra, kem nevojë me i nda gjanat. Jam të kërkua vetën, dëshirat e mia,
e gjanët që i kalojnë, apo jam të kërku Zotin, dëshiret e Zotit, e atë që nuk kalon askur që është kryu si jetës tonë. Në thënë, vetëvetijut, si besimtarë, ka kuptim me ardhin kish e me dëgju Zotit fjallën, vetëm kur kërkojmë si qëllimin e fundit, kur kërkojmë Zotin, se e dim se është e mira e pa fund. Vetëm Zotin është e mira e pa fund. Por na, vllazë e motra, nuk përpusna gjithmonë me dëshirat e Zotit, me punët e Zotit, me fjalët e Zotit. E keni dëgjuar edhe në Ungjil se si Jezusi ashtu na mësua edhe kur i bajmë këto gjanat e mira, kur ndajmë lmosh, kur thom urat, e kur e xherojmë, ashtu na mësua Jezusi se nuk mund t'i bash sido. Se nëse e ban një mënyrë, je të kërkua vetëm vetveten e gjanat që kalojmë. Nëse e ban një mënyrë tjetër, je të kërkua lavdin e Zotit e jetën e pasosën. Edhe ashtu na i nda gjanat. Si me thanë, shikni që ka në thoshte në përmjet shënpalit Zoti, se, thot, i përbente, pa ju thot kështu, si përfaqësues i Krishtit, thoshte shënpali, na jem si përfaqësues të tij. Zoti flet thot në përmjet nesh, atër kalonte, aq rëndësi po jep të kësaj që donë të me ju thanë, sa ju thot, po ju përbej në Zotin. Zotin a thot, mos më bej. Mos më bej në asgjë, vetëm ti kesh fjalët, po, jo. Shënpali kishte konsiderua se aq e rëndësishme është, ajo që ka do t'ju thonte, sa i paraprin të ju qitë bej. Po qa po ju kërkonte me bej. E ju thot, pajtohuni me hyun. Mu pajtu me Zotin. Mu pajtu me menimet e tia. Mu pajtu me fjalët e tia. Kur s'jem në pajtim me fjalët e Zotit, s'kem me i ba mirë asë lëmoshën që duket se s'ke që ka i shton, se jetu la në lëmoshë, jetu ba një gjanë të mirë, asë kur thua urat, që ka keme diskutua këtu, jetu thanë urat, pra është e mirë, po nuk është gjithmonë e mirë si thom urat, nuk është gjithmonë e mirë si japim lëmoshë, nuk është gjithmonë e mirë si e gjerojmë, atë ne ndanë. Thelbi është, kem nevoj mu pajtua me menimet e Zotit, si thot Zotit. Në kur vime në kish, jem të dëgjua menimet e Zotit, ose ma me thanë dëvërtetën e Zotit, që mujnë me në liruan. Atë pra, qka po në kërkon Zotit sot, që me i ban krejshmet mirë, ele po nafton pajtohuni me këto fjallë, mune dhe mos mu pajtua. Gja e parë që i mësonte, Jezusi në zanësit e vetë, të në atë që i po dëgjohë, nishtë thot, shih, kur të ndash lëmosh. Që është një prej të mireve, thot, mos i birë burijis para vetës si kur se bajnë shtirat saktën sinagoga. E kishin si zakon, edhe pse tanë ishin besimtarë, por e kishin si zakon pak me tërhjek vëmendjen kur ishin të ullandi në moshën. Me tërhjek vëmendjen që njerëzit të kthehen i fije, të shohin se jam të ullandi në moshë. Edhe Jezusit nuk i pëlqeu kjo. E kishin bën praktik. Edhe Jezusit nuk i ka pëlqyer. Me lanë në moshë është shumë mirë, e kemi edhe për detyrë. Por nuk mund të bëjmë keq. Nuk guxojmë me bën keq. E atër Jezusi e jep mendimin e vetë hynor. E thot, unë po ju them që ata që japin në lëmoshën këtë mënyrë që duhen me tërhjek vëmendjen e tjetrit, undan vetëm me atë shpërblim. E ke marrë shpërblimin, pse të kanë pa njerëzit, edhe kanë filluar me të lëvdua. E ke marrë shpërblimin, por Jezusi thot, ke marrë vetëm aq, nuk ke ma shumë. Po, të Zoti ka një shpërblim tjetër,
është një shpërblim shumë më i madh. Atër pra, Jezusi e përfundon menimin e vetë të thanë, ndërsa ti, pra ti që je i pajtuar me menimet e mia, si e thom unë Zoti yt, kur të bash shëlmosh, mos të dije majtja çka bën e djasta. Domethënë ashtu thanë, na kem dy duar, i kem të njëjtin trup, i afrojmë me njëna tjetrën, i përdorim e nimojmë një dorë e nimon tjetrën, janë dur tona. E thot, mos të dine majtja, dora e majtë se që kanë shtu bëjt djasta. Aq Zotit i pëlqen që gjanat e mira, si që është të lmosha të bajnë për lavdin e Zotit. Si kur e thomë, kur vim spakit, kur vim të kisha, a takojmë fratin, dikun e kudoa, dhe thomë, kjoft lëvdua Krishti. E thomë një gjanë aq të madhe, sa e dim, nuk e di, sa e kemi vedien, po thomë, as një gjanë të madhe me këto fjalë. Pse? Si me thonë, jam të kërku lavdin e Zotit. Lavdi i Zotit në vendin e parë. Atër gjithë shka tjetër. Pra thot, kjo është arsyeja pse mos të dine majta që ka bandora e djast, e mërë si shemull të thjesht. E aty ytë që shek në fshehtësi, do të shpërblej. Na kem qef, me në lëvdua njerëzit. Kur e kërkojmë, nuk është qëllimi i fundit jetëson, është një gjaj vogël, në sytë e Zotit, kem nevojë mu pajtu me ta. Në Ungjil përshkruhet një moment kur Jezus ishte tu fol para besimtarëve. Edhe Jezusi kishte aq dëshirë që ata njerëz që po ja dëgjonin fjalën shkonin tek ai. Me shku te ai do të thonë u bën nxënësit e tij. Edhe Jezusi po e shihte se nuk ka shtunor kjo e mirë. E ju thoshte, thot, ju i shqyrtoni shkrimet e shenjta, fjalën e Zotit, thot, siç po e bëjmë edhe ne tash. Në kish gjithmonë bëjmë këtë. Ju thoshte aty ne. Ato flasin për mua, thot Jezusi. E ju prap se prap ju nuk doni të vini te unë. Ajo çka duhet më ndodh në jetën tonë, tu e dëgjoj fjalën e Zotit, fjalën e Jezu Krishtit, tash që të shkojmë te Jezu Krishti, të bahna nxënësit e tij e të pajtohna me menimet e tij, me synimet që i ka për jetën tonë. E ju thot, unë nuk kërkoj lavdi prej njerëzve. Jezusi mund të ishte aq i aftë, sa mund të mja u bon qefin njerëzve me i shku tanë pas. Nuk ka dashtë. Sepse thot, unë nuk kërkoj lavdi prej njerëzve, unë s'kam nevoj për këtë lavdi. Atër shko, thot, në fund. Po si mund të besoni ju që kërkoni lavdi prej njëri tjetrit? Kjo është rrezikshme për ne. Zoti nuk i bën gjallë. Por me kërku lavdi prej njëri tjetrit, lavdi pra toksore, përkohshme, që nuk e rrit jetën tonë, nuk e çliron jetën tonë, nuk jem më të mirë për këtë arsye, por është zbrasia jonë që ka nevojë, boshllaku ynë që ka nevojë lavdi prej njerëzve. Pra thot, si mund të besoni, është e vështirë me i besu Zotit. Ju që kërkoni lavdi prej njëri tjetrit, kem nevojë, është nevojë e trupit. Nuk është nevojë e shpirtit Zotit që është në ne, por është nevojë e trupit. Thot Shën Pali një vend, thot, si është në jetën tonë tashmasit krishterë, thot, shpirti Zotit banon në ne, por banon në ne se na kemi edhe një trup, e quhen mishi e gjaku. Thot, mishi e gjaku thot, ka dëshirat e veta, e kundërshtojnë shpirtin e Zotit që banon në ne. Shpirti i Zotit që banon në ne ka dëshirat e veta hynore, e kundërshtojnë dëshirat e mishit e gjakut, që janë tana të gjanat toksore. E thot bëjnë luft me njëna tjetër, nuk ja bëjnë qefin njëna tjetër, është një luft deri në vdekje. E kem nevojë me bën këtë luft, pra, lufta për cilën e kem thënë në lutjen e parë që e kem drejtuar Zotit ishte, o Zot, do të luftoj për me dalë nga lënyes.
Por fitoria nuk është me të fitua ty, me fitua atë person, është me fitua vetë vetën. është me fitua mishin e gjakun, dëshirat tona, si që sot Jezusi e thekson si gjatë të rrezikshme për shpirtin ton, kjo me kërkua lavd prej njani tjetrit, me kërkua, me prit publicitet, do më thonë që le të dihet që ka bana unë, me kërkua dorë trokitje prej njerëzve. Jezusi, këtë gjanë, ai që e din, mirë, si jem bamë, po ai din, kur gjanë të mirë s'kem me pas, as një fitore s'kem me kore në jetën tonë në sytë e Zotit. Na kem qirë njerëzit me na pa. Të njëjtë në gjaj përsrit Jezus, jo vetëm të lmosha. Të njëjtë në gjaj përsrit edhe të urat, ta thot edhe kur të thosh urat, thot thuaj urat në të mënyrë që mos prit me të pa tjerë të me fillu me të lëvdua se sa njeri devotshëm je e sa njeri urat si je. Ose kur thot për agjërim, edhe kur agjëron, nuk është të nevojshme që njerëzit ta dinë e të lëvdojnë për mënyrën si po e banë e për çka e tu banë. Por është dëshira njerëzore, shumë e fortë që kem nevojë me fitua. Edhe këtu në kishën tonë, janë bëme veprat e kishës, ky vend prej ku po lexohet fjala e Zotit, ilteri, truporet, figuret në për dritare, tonë e kanë ka jemen, se kush e bani, kush ka investua. Kem dëshirë me i vu emnet. E ka here plëtsojmë një jetër qefin, por thot Jezusi, nuk janë këto që kanë me dlanë shpërblim të vërtet. Është shpërblim i përkohshëm prej njerëzve, por nuk është shpërblim i plot. Nuk është ai shpërblimi mesim me pak. Do të më thonë Jezusi, kemi marrë shpërblimin, por është pak. E ti ke nevojë për një shpërblim shumë më të madh. E thot, kur dim me mohu vetë vetën pra, kur dim me luftu vetë vetën atë pjesën ne që shkrimi shenjtë i thot mishje gjaku, që ka dëshirët e veta, kur dim me fitua mbi këto, thot, atëherë Zoti do të shpërblej. Fitoria është se jam njëri lirë, ja kom rri lirin, jam njëri besimtar, jam njëri shenjt, jam i pajtum me Zotin, menoj njësoj, nuk jam në opozit me Zotin, nuk jam në kundështim me Zotin, e baj një luft me në vetes, me shpirtin e Zotit, por nuk jam në luft me atë që ka sot Zoti, e kam nevoj mu pajtua. Amen. Vllazë në motër, tash do të bëjmë edhe gjestin e bekimit ose mbi vendosjes të hinit mbi kryetin tonë. E bëjmë pas që kem dëgjuar fjalën e Zotit, edhe si më thanë, i thonë vetes, po, dua me fillua këtë ecje të shenjt drejt fitores shpirtnore në jetën tënde. Po bëjmë mas parit bekimin e hinit. Vllazën të dashur, ti lutemi me përvojtëri i hyuta që në sajt hirit të vetë të begatshëm, të dënjohet të benkoj këtë hin, që të vendosim mbi kryetin ton në shaj pëndese. O hy që kem shirë për ata që pëndohen, dhe udhëron paqe atyre që kthehen, vënë vesh me butësi lutjeve tona, dhe mbi shëptorët e tu të prekun me këtë hi, zbraze me mshirë hirin e bekimit tëndë, kështu që duke mbajtur shpirtin krejshmor, të meritojmë me zemër të pastrume të arrim kremtimin e misterit pashkor të birit tëndë në për Krishtin Zotin tonë. Tash mund vini si kur vini për me marrë kungimin, mund vini në dy reshta e do të bajmë për kimin.
Kuptuni vllazën e motra që flia ime dhe juja të dalë e pëlqyeshme para hyut Atit gjithkushtitshëm. Paqim në nimo, Zotë sakramentit që morëm, po ta kushtojmë o Zotë këtë fli, me cilën po i fillojmë kremtorisht kreshmet, bajnë që përmes veprave të pëndesle, dashurisë, t'i frenojmë dëshirat e damshme, e të pastruam nga mëkati, të mund t'i kremtojmë si duhet mundimet e birit tënd, që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemrat. Të falenderojmë Zotin hyun tonë. Për një mend është punë e dhënë e drejtë, është detyrë jona dhe burim shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithkund ty o Zotati shajt hy gjithpushtetshëm dhe më shumë. Ti u caktove bijve të tu këtë kohë të veçantë për të ripërtri pastërtinë e shpirtit, që me shpirt liruam nga ndjenjat e çrregullta të angazhohen për vlerat e përkohshme në mënyrë që t'i kërkojmë më shumë vlerat e përhershme. Le prandaj me shajtrit, le me të gjithë angjujt, të lavdrojmë duke thënë pa pushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot, burimi i çdo shenjtërie. Ty pra po të lutemi shenjtroj këto dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të banë për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishti. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet mori buken. Të falenderoj e theu, u ala nxansëve të vetë tha. Merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flohet për ju. Po ashtu pasi u ky darka mori e lekejkun, përsëri të falenderoj u alla nxansëve të vetë tha. Merrni e pini të gjithë prej tij, ky është kelku i gjakut tim, i besiljes rrele të mshuar që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bajni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë.
Prandaj o Zot, duke përkujtua vdekjen e ngjalljen e birit tan, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para Teje të shërbejmë Ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti i shajt na bashkojë një trup vetëm gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Le të bjen mend o Zot për kishën tënde të shpërndarë në katër anët e botës, për sose në dashuri bashkë me papën ton Leonin, me i peshguin ton Rokun, dhe me gjithë klerin tanë. Le të bjen mend edhe për vëllezërit tanë, motrat tona, cilë pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoje edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne gjithë që të bahemi pjesëtarë në jetën e pasosur. Me Marin Virgjër Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtrit apostujt, me gjithë shenjtrit që gjithëherë pëlqyen, që të mallrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin, e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjt të qoftë të çdo nder e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Një mendje dhe një zemre t'i drejtohemi atit ton qëllor. Na liro po të lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na e paqen ditona, e në saj të mëshirë sante do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi të sigurt prej çdo turbullimi, duke pritur shpresë në lumë ardhin e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. O Zot Jezu Krisht, Ti u ke thonë apostujve Tu, po ju la paqen, po ju jap paqen time, mos e shiko mëkatet tona, por fene kishë sate. Jepja saj si pas vullnetit tanë dhe pas dhe bashkim, Ti që jeton në mbretëron në shekujt shekujve. Amen. Paqja e Zotit, qoftë për herë me ju. Jepja një njëri tjetrit shenjën e paqes. Ja qëngje I hyut jajnë që I shlyen në katet e botës, gjumatan që janë të thirur për gostin e qëngje.
Të lutem. I pacim në nimo, Zot, sakramentet që morëm, kështu që agjërimet tona nuk të pëlqejnë ty. Mënyre të na vlejnë si lartë shrimi në përkrishtin Zotin të. Sot si ditë e parë e krejgjime është ditë ku e gjërojmë të majmë dhe kësaj ditë një gjërkishës për gjithë krishtanën katolike. Gjatë jastë premteve dhe para nesh është njërën gjarë premteve në 5:30 është gjithmonë do t'jebë ja post krishën dhe u laj kryqë, në cilën është një përmarë pjesë si prekaditje për këndimin e jashtë të mundin dhe në Jezusi. Falenderojmë Jezusit e asimtar që t'ja kam mësua në zanëse, sot jarë më kamesh, në këtë ditë kreshime, në të nejvarë, ka së të rëndësishme, për me fillua një përbash kohën e shumë. Ta shtoja dhe kemi nësë. Zoti qoftë me ju. Një po kemi shpirtin e pëndesë atyre që le përvujtri i në nështroken malë shtisatet dhe bajnë të meritorin nga në shira jote shpërnimet e premtume atyre që pëndohen në të Krishtin Zotin po. Ju ben koftë shëjgjë pushtetshë, pati e dirit dhe shpirtishe. Mesha ka krye o kështullin të paqë.